Elton, të përshëndes, po preferohet gjithnjë më shumë manastiri i Zvërnecit. Çfarë ka bërë tërheqës këtë manastir në sytë e vizitorëve të huaj dhe cilët janë nga vinë këta vizitorë të huaj? Kush kryeson? Në fakt janë nga vendet të ndryshme të Europës dhe botës, të cilët tashmë vlorën e kanë në preferencat e tyre dhe padyshim që nuk mund të mungonte edhe një vizitë në manastirin e Zvërnecit. Në fakt, po të referohemi statistikave, vitin e shkuar, manastiri i Zvërnecit ka qenë një nga atraksionet turistike më shumë të vizituara nga turistët e huaj dhe vendas, por duket se ky trend do të vijojë edhe gjatë këtij viti. Në fakt, ata shprehen të kënaqur me atë se çfarë kanë parë në manastirin e Zvërnecit, referuar peizazhit, por natyrisht edhe vetë manastirin në brendësitë të tij është me të vërtet një vend ata të cilin ata cilësojnë fantastik, një vend ku ke se çfarë të vizitosh dhe natyrisht do të rikthehen në përshtypjet e tyre më të mira duke përcjell këtë edhe tek miqtë e tyre më të afër në vendet ku do të shkojnë, atje ku punojnë dhe jetojnë. Janë nga Olanda, kemi nga Franca, por edhe nga vendet e tjera, ndërkohë që ne mund të ndjekim nga sandra edhe prononcimet e vetë turistëve me atë se çfarë ata kanë parë dhe çfarë kanë vizituar në manastirin e Zvërnecit. Jam nga Gjermania dhe është hera e parë që vi këtu. Keni një vend shumë të bukur që të ofron gjithçka nga klimat e ushqimi. Pastaj ky vend këtu në manastir është fantastik. Kam mbetur e surprizuar. Jam nga Franca, hera ime e parë këtu, tashmë nuk është sezon i lartë, nuk ka shumë rrëmuj dhe mua kjo më pëlqen, ndërsa këtu kam mbetur i surprizuar. Edhe unë nga Franca, më pëlqen, fatmirësisht ndryshe nga vende të tjera këtu kisha është e hapur dhe kjo më jep kënaqësi. Pastaj pam dhe një vend të bukur. Jam nga Holanda, është hera e parë këtu dhe po më pëlqen shumë. Vendi është nikprites ndërsa kam mbetur i surprizuar. Një klimë e mirë dhe një ndërthurje shumë e bukur mes manastirit dhe natyrës. Ne jemi një grup dhe po më pëlqen shumë kjo guid. Mirë, Elton, ndoqëm kështu edhe intervistat që ti ke kryer me këta turistë, për shtypje 8 pozitive, të falenderoj edhe për këtë raportim të drejtë për drejtë.